pyeta, se kam dëgjuar kryeministrin para disa kohësh në një takim me ndërtuesit, ku e ka theksuar, e ka lënë të nënkuptuar këtë ide, nëse e keni parasysh. S'mund t'i shisni më si që keni shqipë. A i vave një ide tjetër që shprona duhet qitet vetëm e përfunduar pas kolaudimit dhe në momentin e përfunduar të saj, gjë e cila një farë formet, kur tjetë e regjistruar në kadastër. Dhe e propagandë, se shpojnë një të qeveri që ka marrë akte në ligjore që mund t'i hipotekohet në karabina ndërtesa. Që do të thotë që ti merr akti që mund ta hipotekosh në karabina, ndërkohë që tani përpara kamerave flet dhe diskuton që pa e përfunduar nuk hipotekohet, ti ke ndërmarr aktet. Nuk janë marrë, ajo që duhet kuptojmë që ti janë thënë shumë gjëra, kemi një problem shumë pak janë bërë prej tyne. Mbase shumë njerëzit mund të kenë bë shumë të ardhur nëpërmjet këtij modeli, por modeli në vetvete është i destinuar të shëmbet. Përveç se pjesës të koncept të sfidave që mund të përballemi me turizmin masiv, i cili në vetvete rrit çmimin e qiras dhe koston e... Cilin turizëm? Urdhëro? Cilin turizëm? Nëse flasim për turizëm në Shqipëri, ata që vinë me çanta shpina, me bukë me vete? Në vetvete ç'a ndodh? Ka ndodh, ata që çdo lloj turizmi vinë dhe strehohen diku. Dhe kjo domethënë detyron shumë kompani që mundohen të blenë dhe ndërrisin çmimin nëpërmjet Airbnb-s, që njëkohësisht rrit çmimin e qiras në tregun e vendasve. Këtë do të thoja, që rrit koston e familje. Jo vetëm çmimi i shitjes. Dhe këto janë probleme që i kanë përjetuar vendet. Barcelona për shembull, jo më larg se kanë ndërmarrë masa shumë të forta për këtë gjë. Por përtej kësaj, nëse ne po ndërtojmë një model ku japim miliona metra katror ndërtim për shkak që të dy elementeve. E para, për të patur një buxhet më të madh, i cili nuk reflektohet në mirëqenia. I 8% që merret duhet të reflektohet pikërisht në mirëqenien e atyre njerëzve, që do të thotë duhet bëhen disa fusha aty afër atij ndërtimi që kanë dhënë. Duhet bërë disa vende kreative për pensionistët. Duhet lidhur më shumë para për transportin publik. Po, jam shumë dakord, nuk duhet të betonizuar e gjithë hapësira, sepse kjo pastaj për sa kohë kjo gjë nuk ndodh, mirëqenia e qytetarëve është gjithmonë rrezik, edhe atyre të cilët po jetojnë që e kanë një objekt, dhe ndërkohë për çiftet e reja dhe për njerëzit të cilët do duan të blejnë objekt, do të bëhet krejt e pamundur. Kështu që është i destinuar, është model i destinuar të shëmbet, sepse është i fokusuar në pastrimin e parave që vinë nga trafiqet, nga korrupsioni dhe nga parat të aktiviteteve kriminale. Sa janë, Amarildo, natyrisht nuk ka një statistik, po sa janë hapësirat për pastrim parash brenda fushës së ndërtimeve, siç thuhet, dhe në tregun imobiliar gjithashtu. Atëherë. Na nuk jena i vetmi vend në botë që jena ngrit, që po ngrijnë ekonominë nëpërmjet këtyre skemave. Ka vende plot që na kena marrë shembuj konkret ka boll nëpër botë. Mund të flasim nga Miami, Dubai, Panamaja, shumë vende tjera që po i fusim në listë. Po flasim për vitet 60-70. No, po flasim për i tash. Vazhdojmë prapë, ne na të fol për gjëra reale të prekshme. Ky model nështë është modeli më i mirë, po është modeli që është duke e lëviz disi Shqipërinë. Në këto kushte që jena, është duke e lëviz Shqipërinë drejt një zgjidhje, sepse ky vend, një sekond, ky vend ka kanë një destinum. Mos kishin hyrë këto skema tash. Flasim troç. Troç po fol drejt kujt zgjidhja. Shi një sekond po më lën pra ta çajtë. Pa mundësisë për të jetuar. Po më lën ma ta çajtë. Pa sigurisë për jetën. Drejt kujt zgjidhja. Shiko, lën ta çajtë deri në fund konceptin më në fund. Dakor. Okej. Vazhdoni. Atëherë, mos kishin kanë këto remitanca dhe këto hyrje parave që flisni ju. Ky vend do kishte kanë 20 vjet para me ik për këto mos më nejt më as një sekond. Ky vend fal këtyre edhe fal shumë gjanave të tjera, është duke një farë format është duke u zhvillu. Në format jo më të mirat, jo më të zgjuar, jo më të bukur, por është duke u zhvillu në një lloj format. Futja e parave në sektorin e ndërtimit, një farë format i jep komplet zinxhirit, i jep frymëmarrje. Po diskutim. Është e vetmja formë se si muhet me hangër tonë zinxhir. Të gjithë sektorët hajnë bukë për ndërtimit. Nga i parit e i fundit. Nuk mund ta hallim poshtë këtë gjë, dhe plus që
nuk kena zgja rrugën më të mirë, po hajde na tregoti një rrugë tjetër cila është më mirë se kjo. Cila është rruga më e mirë se kjo? Do shkojmë në ndërprerje publicitare dhe vim pastaj sërish në studio.